Dita e nesërme pritet të shënojë fundin e procesit zgjedhor dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë. Gjykata e lartë e Kosovës është duke shqyrtuar ankesat e fundit të kandidatëve të partive të ndryshme politike. Më herët paneli për ankesa kishte hedhur poshtë si të pabaza 22 ankesat partive politike dhe kandidatëve të pakënaqur me rrjedhën e votimeve. Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi, një herë është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, fituese e zgjedhjeve, tha se ka marrë një mandat të qartë për të luajtur rolin e faktorit bashkues në vend në cilësinë e kryeministrit të ri të Kosovës dhe se nga hëna do të fillojë bisedat me forcat e tjera politike për krijimin e, siç ka thënë ai, një qeverie shumë përfshirëse dhe shumë etnike. Ai është zotuar se krijimi i qeverisë së re do të ndodhë në një afat shumë të shkurtër dhe se partia e tij ka siguruar numrin e mjaftueshëm të deputetëve për një gjë të tillë. Synimi im është dhe me besim plot të them që procesi ndërtimit e institucioneve të përmbyllet para 3 vjetorit të kremtimit të shpatës së Kosovës shteti i pavarur dhe sovran. Por edhe me te nuk ka shpalosur me shumësi rreth partnerëve të mundshëm të koalicionit të ri qeverisës. Aktualisht me të përvijuarat mbeten mundësitë që qeveria e re të përbëhen nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por në tryezë është hedhur edhe mundësia që pjesë e qeverisë të jetë edhe Aleanca Kosova e Re. Por kjo e fundit ka ngulur këmbë që të ketë postin e presidentit për udhëheqjen e saj Beqet Pacolli si kusht për të hyrë në qeveri. Lidia Demokratike e Kosovës ka deklaruar se do të mbetet në opozitë, ndërsa një qëndrim të prerë për të qëndruar jashtë strukturave qeveritare ka shfaqur edhe lëvizja vetëvendosje. Rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare nxorën Partinë Demokratike të Kosovës fituese të zgjedhjeve me 34 deputet në Parlamentin 120 vendesh, ndërsa ajo pasohet nga Lidia Demokratike e Kosovës me 27 deputet, Lëvizja Vetëvendosje me 14, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 12 dhe Aleanca Kosova e Re me 8 deputet, ndërkaq pjesa tjetër prej 25 deputetësh është ndarë nga partitë politike nga radhët e komuniteteve pakicë. Shpërndarja e tillë mandateve ka bërë jo të lehtë procesin e krijimit të një qeverie të qëndrueshme në një periudhë kur vendi përballet me sfida të rëndësishme si janë bisedimet e paralajmëruara me Serbinë, por edhe riparimin e imazhit të Kosovës që vlerësohet i dëmtuar nga raporti i dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty. Për Zërin e Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.